Vendimi i fundit i gjykatës së lartë për të lehtësuar masën e sigurisë ndaj Mirlinda Karçanajt ka ngritur një val pikpyetjesh mbi integritetin dhe logjikën e drejtësisë së re përballë figurave që kanë menaxhuar qindra miliona euro. Edhe pse dosja e Spakut e rreshton Karçanajn si pjesë të një grupi të strukturuar kriminal të përfshirë në skema korruptive me tenderat e teknologjisë, trupa gjykuese, e udhëhequr nga relatori Genti Shala, ka zgjedhur një qasje çuditërisht bujare. Në qendër të këtij debati publik nuk qëndron vetëm emri i të akuzuarës, por roli i gjyqtarit të relator, i cili ka pasur peshën kryesore në filtrimin e provave dhe orientimin e kolegëve drejt këtij vendimi. Ndërkohë që për bashkëpunëtorët e tjerë në të njëjtën dosje, si Erion Ismaili apo Gëzim Hoxha, gjykata ka treguar dorë të hekurt duke lënë në fuqi masat e mëparshme për ish shefen e AKSH-it, dera e lirisë u hap me një lehtësi që sfidon logjikën e rrezikshmërisë së veprës penale. Kjo asimetri në vendimmarrje krijon një precedent të rrezikshëm. Duket se sa më lart të jetë pozicioni dhe sa më shumë miliona të ketë kaluar në përduart e një zyrtari, aq më shumë zbehet nevoja për izolimin e tij. Analiza e relatorit Shala, i cila kulmoi me zëvendësimin e arrestit në shtëpi me një detyrim paraqitjeje pothuajse qesharake, bie ndesh me pretendimet e prokurorisë për një grup të organizuar që ka minuar barazinë në ankande publike. Pyetja që mundon opinionin publik mbetet e njëjtë. Mbi çfarë bazash juridike u arrit në përfundimin se një person me indikimin e Karçanajt nuk përbën më rrezik për dëmtimin e provave apo ndikimin të dëshmitarët? Ky vendim vjen si një dush i ftohtë për ata që prisnin që peshqit e mëdhenj të përballeshin me të njëjtin rigorozitet ligjor si çdo qytetar tjetër. Kur dosjet bujshme fillojnë të shfryhen proceduralisht sapo kalojnë muajt e parë, mesazhi që përcillet është i qartë. Pushteti dhe aksesi në financat publike vazhdojnë të shërbejnë si një mburojë e padukshme edhe përballë akuzave më të rënda të Spakut.